Përshëndetje nderuar televizikues. Në aktualitet sot mund të ndalem për jetën e gazetarëve shqiptarë që kanë shkuar në emigracion, si e shikojnë ata Shqipërinë duke u kthyer tani me pushime. Ata kthehen dhe po të shikosh në statuset e tyre në Facebook kanë një mall nga në çdo gure trajtojnë ndryshe me ëmbëlsi, me një formë tjetër. Pse ndodh kjo? Veç kësaj unë do të rikthej në kujtesë edhe gazetën Koha Jon, për arsye sepse unë kam ftuar një ish gazetar të Kohës Son, një korrespondent që kam mbuluar për shumë vite kronikat në këtë gazetë, por tani është emigrant në Itali. Unë kam ftuar në studio zotin Kastriot Malo, nëse merr në studio. Nëse ju gjeta. Ju pasi kemi bërë ndryshime në studio, se unë kam marrë dhe vjetë, kam folur, që të mos përsërisim ato të vjemet. Jo, po ndryshojnë gjëra. Sepse edhe gazetën Koha Jon nuk e ka pas Nikol Lesi, tani e ka Nikol Lesi. E ka bërë të bukur Nikol Lesi gazetën tani. Ridalja e gazetës Koha Jon ose kthimi tek pronari çdo të thotë për një gazetar të Kohës Son. Atëherë, rikthimi tek pronari është një, domethënë, është një arritje, sigur ajo të rikthehet dhe të rikthehet në ato parametra që ka qenë. Nuk mendoj që do të rikthehet sërish, sepse mbasi pauza shumë të madhe, nuk e di, a do të ketë forca, domethënë të rikthehet, domethënë ato parametra që ka qenë dhe pse fillimisht ajo pati problemet e saj. Po ta shikosh, të gjithë gazetarët e Kohës Son ose ata që ti ke punuar, ke bashkëpuntuar me ta, Tan Hoxha, e shumë të tjerë, Ben Blushi, Armand Skullaku, sot janë në Universiteti Gazetarisë Shqiptare. Çfarë ka ndodhur te Koha Jon në atë kohë? Por ajo, çka ka ndodhur? Ajo ishte sigurisht ishte një gazetë ngelje vetë me opozita atëherë, siç e dim, domethënë, tani për mos i përsëritur gjitha gjëra. Domethënë, fillimisht dhe pushteti që erdhi mbas demokracisë erdhi shumë i egër, domethënë opozita nuk mund të fliste, nuk mund të daloj shumë burime në televizionet, domethënë gabimet e pushtetit që erdhi mbas 90-s. Dhe ajo ngeli domethënë i vetmi zë në atë kohë. Po ta shikosh këtë plejad gazetarës që janë gazetarë elitar. Është fryma e Nikol Lesit apo është fryma e gazetarisë shqiptare që e ka ngritur në këtë nivel, sepse po të shikosh gjithë gazetarët e Kohës Son sot përbëjnë shtyllat e gazetarisë në Shqipëri. Po sigurisht dhe merita Nikolës, domethënë, ishte një njeri me boses, njeri human, nuk e di tani ai u fut në politike, problemet më mbrapa. Derisa aty ai e drejtoi, domethënë, gazetën, domethënë shumë mirë, domethënë ka aftësi drejtuese. Dhe ishte vetëm një gazetë që ishte tempo. Dhe ishte vetëm një gazetë që ishte tempo, dhe pse u arriti deri në 70.000 kopje, domethënë që unë më kujtohet që e merrnin njerëzit si domethënë si në një zarf i futur kështu, e futin në xhep dhe ikin me vrap, domethënë nga. Janë edhe kohë të artë ato që nuk kthehen më. Duke parë shtypin sot, si të duket shtypi? Më duket shtypi sot që sigurisht në duart e domethënë e klaneve të caktuara. Sepse po ta shikosh ai vuan nga reklama. Unë kam parë disa gazeta. Ato nuk kanë domethënë rreth 2 faqe reklamë. Ose 3 televizion. Dhe ato nuk kanë si të mbajnë, nuk kanë si të dalin rentabile nëse ato nuk bëjnë edhe vetë reklamë. Unë po të them një shembull që gazeta më e madhe, Corriere della Sera, nga 45 faqe që ka, për shembull, 24 ka reklamë. Ose Republika që janë 2 nga më të mëdha. Unë shikoj me kujdes sepse shikoj domethënë çfarë bëjnë këto gazeta. Dhe ato nuk pyesin pse hapim një tim nga Izraeli, domethënë kanë një klientelë domethënë të vazhdueshme, nuk pyesin domethënë se ndrojnë sistemet e tjera. Një gazetar shqiptar në Itali si ndihet? Mund të gjej hapësira për të ushtruar profesionin e tij apo do të punojë thjesht si emigrant? Një gazetar shqiptar. Po. Një gazetar shqiptar është e vështirë të gjej, domethënë, por brezi i sotëm që ka dalë, domethënë, mendoj që ka një të ardhme shumë të shkëlqyer, domethënë. Në Itali ka ndryshuar shumë gjërat me ardhin e presidentit të ri Sergio Mattarella. Unë do të themi shifër që ja vlen të përmendet, rreth 40% e shqiptarë janë bërë qytetarë italianë. Sepse është jurist. Domethënë, ishin stoqe dosjet e shqiptarëve, të gjitha domethënë në kohën e presidentit të parë. Ndërsa ky është jurist, njeh situatat dhe ky ka vënë një limit brenda 2 vjetëve, domethënë çdo emigrant bëhet qytetar. Bëhet qytetar. Kjo është një gjë e mirë për shqiptarët. Dhe pjesa më e madhe janë shqiptarë. Është një arritje e madhe, domethënë ata nuk na shikojnë me asnjë sy, domethënë. Kemi një kontingjent shqiptarë të cilët edhe për arsye banale, edhe për arsye mbijetese, edhe për arsye të tjera
kanë marrë drejtim tjetër jeta, kanë përfunduar edhe të dënuar e kësa. Këta kanë të drejtë që të bëjnë qytetar italiane, kanë drejtë të rehabilitohen. Po ata kanë, domethënë të vinë të kthehen në vendin. Nëse në Itali dënohesh dhe të japin një eksplus, për shembull, 10 vjet, ti ke drejt që nga ky moment të njoftosh ambasadën, domethënë shqiptare dhe italiane këtu, dhe ti thuash, unë po filloj po voj dënimin. Domethënë imagjino, edhe një që aty është dënuar për vrasje, për drogë, për tjetër, ata nuk kanë, domethënë kanë një limitë të tillë. Dhe nëse ti brenda këtyre 10 vjetëve i ke respektuar dhe kthesh, domethënë Itali dhe rikthen bën kërkesat e dhura nëpërmjet avokatëve etj, atëherë ti rifiton të drejtën e dokumentave. Po gjithmonë shqiptarët domethënë e harrojnë këtë gjë, domethënë nuk prezantohen, vinë këtu dhe pastaj kujtohen mbas 5 vjetësh që unë e kam mbaruar. Po ti e ke mbaruar, po ti s'ke lajmëruar zyrtarisë asnjë. Zyrtarisë, po është një procedurë e cila që duhet të ndiqet. Duhet të ndiqet. Shqiptarët janë bërë familjar, janë rritur fëmija. Fëmijët që kanë lindur në Itali janë shqiptar apo janë një ardhme e cila do t'i bëjnë mirë edhe Shqipërisë dhe Italisë? Po unë mendoj do t'i bëjë të mirë dhe Shqipërisë dhe Italisë, po nëse Shqipëria nuk ecën, nuk gjen mënyrë t'ia afrojë, ata do të lënë Italinë madje. Domethënë nëse këtu nuk do të krijohen, domethënë, si ta them, resurse për t'i afruar, është një gjenerat e madhe, domethënë bëjdoj që jeton juristash, njerëz me shumë kurajë që unë njoh. Domethënë që kanë mbaruar disa doktoratura, disa mastera, që sot përfitet këtu për reformën e drejtësisë që mund të integrohen dhe ata janë, domethënë duhet të jenë dhe ata pjesë e kësaj, domethënë. Në Itali studiojnë një sasi e madhe studentësh shqiptarë dhe këta. Cila është ideja tyre ose çfarë holumton ti si gazetar, duan të kthehen apo jo? Ma kthimi është i vështirë atyre në kuptimin. Unë e shikoj edhe në përgjithësi tek emigrantët e gjithë, domethënë kthimi ka pak këtu. Por ka edhe një gjë që ose as pak, ai njeri që ka falimentuar, ose ka kthime të përkohshme mbeta për momentin, domethënë që kthehen këtu, kush ka falimentuar në Greqi ose kush ka falimentuar në Itali për të marrë një start tjetër drejt vendeve të tjera. Domethënë kemi folur që një emigrim tjetër, unë kam folur vitin e kaluar që një emigrim dhe këtë vit, domethënë një emigrim tjetër ka ikur drejt Hollandës, drejt vendeve nordike, drejt Gjermanisë, drejt ka lënë Italinë, ka lënë Greqinë, domethënë ka rifilluar me një kalvar tjetër vuajtje, domethënë kush është familjar me 3 fëmijë të vegjël që s'ka bukë kohës etj. Do një periudhë tjetër integrimi me kosto të madhe. Me kosto të madhe. Si e shikon Shqipërinë një emigrant nga Italia duke ardhur, jo vetëm për pushime, po duke ardhur, duke parë se sot mjetet janë shumë të lehta për ta marrë vesh se çfarë ndodh në Shqipëri? Ma, beto, unë dëgjoj që është një thënie këtu që domethënë politikanët, drejtësia shqiptare është e gjithë e korruptuar. Për mua është gabim kjo shprehje. Pse nga një anë, domethënë, mbulon njerëzit vërtet korruptuar politikanë dhe i mbulon edhe ata, domethënë, në pjesën e vet. Dhe nga ana tjetër dekurajon shumë njerëz këtu që punojnë janë të ndershëm. Unë njoh shumë prokurorë të ndershëm, unë njoh shumë gjykatës të ndershëm këtu që duan të punojnë. Që po të jetë, domethënë, unë njoh shumë politikanë edhe të ndershëm që duan të punojnë. Dhe kështu që vënia, domethënë, në një standard që të gjitha nuk është e gabuar për mua. Ndërsa çfarë shikoj unë, domethënë, unë nuk e ndjek domethënë në maksimum politikën shqiptare, por e ndjek. Dhe dua të them që këtu ende mungon një lider karizmatik akoma flas sot në skenën e sotme shqiptare. Domethënë nuk shikoj një lider, domethënë, që të jetë i adhuruar nga të dyja palët. Sigurisht qeveria aktuale nuk është e thënë që të ri një jetë të tërë, domethënë këtu. Më duket se kanë kaluar një 3 vjet, duhet të shikohen domethënë. Erdhi viti 4, duhet të rishikohen. Nëse brenda Partisë Socialiste është një opozitë, siç quhet Blushi, që unë kam respekt dhe nuk dua që ai duhet të ngelesh gazetar sepse misioni gazetar gjithmonë bie ndesh me politikë, megjithatë këto janë problemet e veta personale. Nëse ai ka të marrë një stavë i thotë këtij që un kam këto pika dhe jo të bëj opozitë kështu, domethënë për të thënë që thjesht fjalë demagogji. Ndoshta është një opozitë e infiltruar. Në Shqipëri ende nuk e kemi atë kulturën për të bërë opozitë brenda politikës ose brenda forcës politike për të krijuar një fraksion si në Itali. Më vjen mirë që LSI-ja domethënë është një forcë politike që nuk i lë sot partitë dhe shpresoj që ajo të ketë rritje, që nuk i lë sot partitë domethënë të krijojnë monopole. Domethënë forcën e kartonit forca e tretë në parlament për të balancuar
Më vjen mirë që mos u mbasi, domethënë që të ketë një rritje autoruar të stabilitet ose të ketë një rritje që gjithmonë ajo tjetë, domethënë që ta kenë frikë dy partitë e mëdha, domethënë për këtu flitet për një sistem shumë të korruptuar. Dhe Italia i ka përjetuar këto dhe i përjeton dhe ashtu. Se e ka rregulluar mekanizmin shteti italian, të paktën për të marrë shembull në Shqipëri? Pa standarde të tjera. Flasim për standarde të tjera, megjithatë do ta shpjegoj me dy fjalë kështu, që atje është siguruar një herë vendi i punës të një gjyqtari. Domethënë, ai është përjetësisht gjyqtar. Do lëvizë nëse ai brenda ligjeve ka nëse shkel ligjin, po ndodh që e shkel ligjin gjyqtari italian apo një prokuror? Po nuk ndodh. Domethënë nuk takohesh, nuk do bie rada të takohesh me një gjyqtar, me një prokuror atje. Domethënë ndaj janë shumë të shumtë avokatë sepse atje komunikojnë nëpërmjet avokatëve dhe ai të jep lajmin ose ai ta merr lajmin. Unë do të themi vetëm kaq. Pse është e pavarur? Vetëm ndaj Berlusconit janë 47 çështje penale. Imagjinoj Berlusconi është një përbindësh, është një njeri karizmatik në Itali, është një njeri që ka forca të shtypit bebu. Megjithatë, domethënë një prokuror, si ta them unë, sikur prokuroria e Përmetit të nisi një çështje po flas për Edi Rama, po themi kot. Ashtu dhe prokuroria e Potencës e fundit fare, domethënë nisi çështje me Berlusconi. Domethënë ka kaq pavarësi dhe kaq koordinament dhe veprimesh atje sa domethënë e dyta prokurorët janë të hapur atë flasin, dalin nëpër media, nuk janë njerëz domethënë janë kurajos. Unë do të them, është një prokuror që është në Reggio Calabria, ai flet për drangheta, nuk e di çfarë guximi ka të marrë ose prokurori i Sicilisë. Ata ndihmohen edhe nga media, edhe nga pastaj edhe nga nëpërmjet filmave të ndryshëm ndikojnë, domethënë edhe këto bëjnë ndihmë, nuk lihen vetëm. Sepse Roberto Saviano nuk u la vetëm, u bë edhe një film në mbrapa për arriti dhe Hollywoodit bëj film. Po, domethënë që qerat nuk bëhen vetëm, duhet të jetë një opinion tepër i shëndoshë nëpërmjet që të luftohet, domethënë kjo të krijohet një ambient, domethënë. Si shpjegohet që në gazetë neve për fëmijët çdo politikani kemi fakte, i publikojmë në gazetë, kemi shumë gjëra tjera, por asnjë gjë nuk ndodh. Unë kam vërejtë edhe në Itali. Është mania jonë që vetë izolohemi. Flasim bukur nëpër kafene, flasim bukur deri tek deri te rruga ose në grupe ose kur jemi në kemp, ku jemi në grumbullohemi, flasim. Dhe sa kur i thua që hajde dalim, hajde veprojmë, domethënë praktikisht i izolojmë gjërat vetë. Nuk i shfaqim. Jemi popull i vështirë. Po pse të mos akuzojmë këtë drejtsinë kur kjo nuk ka ndëshkuar asnjë politikan, asnjë njeri që ka para. Këtu në Shqipëri është krijuar bindje absolute që në burg vjen vetëm të varfër. Patjetër. Këtu duhet të fillojë, domethënë, unë thash, me këtë staf duhet të zgjidhen njerëz, se këtu brenda këtij stafi mund të ketë njerëz shumë të mirë, domethënë që s'kan punuar, pse s'ka punuar pushteti ndoshta. Janë trequra, kuptohet duhet ne gjithë ata që s'kan punuar brenda një shkelje, por këtu duhet domethënë një drejtësi drastike, një drejtësi Falcone. Po ta shikosh flitet që ka një turizëm shqiptar, po diçka mungon. Prap të huajt hezitojnë, vinë, e kanë vështirë që të kthehen për herë dytë, për herë tretë, për herë katërt, siç kthehen italianë në Greqi apo në këto tjera. Çfarë ndodh realisht? Po ndodh realisht kjo, që këtë vit në Durrës për shembull priteshin dritat, nuk e di, pa asnjë motiv, nuk binte as shi, as borë, as tufan. Dhe ato priteshin në 12 natës, për shembull frigoriferat kush i kishte mbushur dyqanet. Imagjinoj se disa orë të tëra shkrieshin dhe ato çfarë blen SMJ. Shkojnë sërish në duart e konsumatorit. Po një gjë që shkrin, domethënë marrë këtu gjëra ushqimore, mishin e tjera, nuk mund të bëhet më ajo, domethënë. Kështu që emigrantët vëre, përveç mungesës së ujit, domethënë që nuk po zgjidhet një. Pranojnë emigrantët që të kenë disa sakrifica, po përsëri ku ka mungesa të tmerrshme që s'imagjinohet drita. Bisedoj me mikun tim Inasi Bozheku, domethënë që më thoshte që shtera e katërt, domethënë që fikeshin dritat kot pa si motiv, nuk e di kush ishte motivi. Unë shikoj domethënë që e vetëm gjë që shikoj sa domethënë tatimor. Nuk e di se vërtet ata në lokale bëjnë, domethënë marrin vend gjoba apo bëjnë pazar, nuk e di, këtë nuk mund ta them dot, por i shikoj domethënë prezenca e tyre duket, sikur ulen nëpër tavolina dhe nxjerrin ato defteret, i kërkojnë dyqaneve, nuk e di. Në përgjithësi këtë vit në Durrës domethënë ankohen për shumë tatime në përgjithësi, domethënë njësitë e shitjeve, restoranteve e tjera. Më shumë ankohen për një lloj presioni, për një lloj gjobvënie. Shikon ndryshim, kur thua pritet dritat nuk është ndryshim, po është një regres.
ngacmohesh në Facebook, shpesh e kam vëre për vendet historike, për ngjarjet historike, kanë ndonjë indicio që duhet parë historia në Shqipëri apo? Po ka patjetër. Më dhem shumë historia sepse shikoj çfarë bëhet nëpër botë, domethënë. Unë jetoj afër Materës ku është luajtur filmi Pasioni i Krishtit. Matera është një qytet, domethënë, nuk e di, nuk mund ta imagjinosh pa e parë, domethënë që janë ruajtur vite ku jeta ku ka qenë nëpër shpella, imagjinohet ti çfarë punohet. Dhe çfarë turisti vjen aty, domethënë, çfarë ruajtje që i bëhet, dhe çfarë, domethënë, fanatizmi që kanë ata për historinë. Ne, domethënë, nuk e di, shumë vepra që unë kam qenë të denoncim përmjet Facebook, domethënë, në këtë rrjeti social. Shumë ka lanë, shumë vepra arti këtu janë shkatëruar, domethënë 24 vjet nuk u vjen dorë fare. Ti imagjinon kalane te Pelen skalonin 24 vjet politikanët. Shkonin për Sarand, shikonin ferra brenda dhe nuk, domethënë. Akoma s'e pastruar. Nuk ka asnjë. E marrën si shembull, domethënë. Pa folur pastaj për të tjera gjëra, pa folur pastaj problemet e Europës, Skënderbeu tek ne filloi të hidhet barku në Europë, bota, ka bus në Zvicër, ka bus në Austri, ka bus në Francë. Mes të Romës ka bus. Ka disa buste në Itali, domethënë. Italia ka domethënë si shenjtore atë, nuk mund të bëhet fjalë. Domethënë kur ai cilësohet nga Europa si domethënë si shpëtimtar i Europës, neve domethënë mundohemi tash të japim. Po ta shikosh tani këto ditë bëhet edhe shenjtërimi i Nën Terezës. E kanë konceptin italianët për një shenjtore absolute që i përket gjithë katolicizmit, apo i përmendin e faktin që shqiptare? Fakti që shqiptare përmendin pak, sepse tani nuk e di. Ata kanë kulturë. Ka një çik, domethënë nuk merren me këto gjëra, domethënë, por që kanë si shenjtore, E vlerësojnë si një njeri humane, një nga, domethënë, mbas Papa Wojtyłës, sipas tyre është ajo, domethënë, një nga njerëzit që kanë. Një nga njerëzit më human, sipas atyre. Si vjet është ndarë nga jeta një prej letrarëve më të veçantë, Rapo Këlliçi, që ka qenë dhe një prej mësuesve të letërsisë legjendë të Petronil Luarasit, por edhe me një kontribut të madh nëpërmjet. Cili është ai vlerësimi juaj për këtë njerëz? Rapo ka qenë një poet, është një letrar dhe poet i vjetër, domethënë që në atë kohë nuk ishte kollaj dhe të botohej, dihesh. Ishte paq e lehtë për njerëzit e elitës, por paq e vështirë edhe për njerëzit domethënë thjesht. Rapo ka filluar, si thonë në italian, nga gaveta, ku thonë ka filluar me vuajtje, me shumë vështirësi jetën, derisa arriti të bëhesh mësues, është rritur domethënë në kushte shumë të vështira. Jetime, ka lënë baba jetim, falë zgjuarsisë të tij, falë gjitha domethënë meritave të tij, arriti të bëhet mësues, një mësues shumë i mirë letërsie. Ju e keni njohur nga afër. Pasur raste ta kemi edhe mësues letërsie. Domethënë letërsinë kishte pasion, art. Ai arriti të botonte atëherë disa libra, domethënë modest, sepse nuk ishte e lehtë, për atë ishte një kënaqësi shumë e madhe atëherë. Por vepra e tij ishte më pas. Mu kam lexuar disa perla të atij me marapa që si duket, sistemi ka bërë punën e vet, ka frenuar. Në momentin që ai pati liri, domethënë vitet e fundit, ai ka botuar perla që domethënë disa poezitë atje janë shumë madhështore. Ai ka bërë edhe këngën, është njeriu që ka bërë shumë tekste të këngëve të Luan Zhegut, të aty që shikojmë ne këtej. Unë do të kaloj do të ndryshoj argument. Në qytetin e Fierit, çuditërisht, kryetari i bashkisë ka hequr bustin e Sevilla Marçovës Lame Kodrës. Askush nuk foli, askush ashtu, një reminiscencë absolute, që për këta socialistët që janë sot, janë po njësoj si komunistët aty.